edhe një popull I cili ka mendim politik për çdo aktivitet. Ndërsa unë mendoj që njerëzit më të sulmuar në rrjetet sociale janë gratë edhe qikat, edhe pikë. Cila është arsyeja që mendon kështu? Se gratë? Arsyeën tregon ajo tash. Jo, o qonë po e tregoj edhe po e arsyetoj vetën, sepse unë publikoj mas pakti 10 video intervista shortsa, video të shkurta, çka do që publikoj në rrjetet sociale për intervistave që realizojmë në emisionin tem. Nëse ka gru, edhe është të fol mas thjeshti, mas normalte, njerëzit poshtë, burrat sidomos, fatkeqësisht, kanë komente për gjithë qka. Pse ke veshat në gjyrë, pse ke bo. Nuk mundesh, unë kur ta publikoj, e kom pas, Oltionin nuk e marr asnjë koment negativ. Besëm, as për dukje, as për tesha, as pse I ka flokë qështo, as pse e ka profesionin. Po, unë po të tregoj që kemi pas njerëz shumë kontingenti I thjesht. shpellarëve dhe I ekstremistave. Ti ke marrë Po gratë janë mas sulmuara në rrjetet sociale. Vesh thon provo nuk vuj për me dalë në... Jo, absolut, ne jemi tu diskutuar dhe po e kuptoj shumë mirë, po sinqerisht gratë sulmuar mas shumë me komente. Atë realisht. A beson? Për E po ne jemi matë ndihshme, që ta du të me pas parasysh, që gratë vajzat përlogit e frejkën. budallëve, se në gjë këta emër tjerë të s'kanë. Po dhe po prap gjendje e butë është famra, nuk është I meriton ato komente kështu, pavarësisht a prekët ajo një grush. Jo, drejtat njeriu dhe sistemi drejtësisë. Jemi larë bajta. Jo. Na